furnitorët nga Serbia kanë qenë dominues në tregun e Kosovës deri në kohën kur ne kemi ardhur në pushtet. Asnjë zyrtar i lëvizjes vetëndosur, as nga qeveria, as nga kuvendi nuk ka lidhje me Nova Energy, pra vendi ka po buron energjia elektrike, të cilën konsumatorët e Kosovës po e përdorin, është Republika e Shqipërisë, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Danimarka. Por ajo çfarë mund t'ju siguroj që Serbia është më pak se 1%. Importi i rrymës nga Serbia përbën më pak se 1%. Arsyeja primare e ftesës për këtë konferencë për shtyp kanë të bëjnë me akuzat e pabazuara nga subjektet opozitar në lidhje me importet e energjisë elektrike. Ajo çfarë mund t'ju them me saktësi, pas vështrimit të gjithë sektorit edhe sistemit në 5 vitet e fundit, ajo çfarë qytetarët e Republikës së Kosovës edhe ju si gazetar duhet të informoni dhe për këtë bashkë me kolegun tim Arlind Mandxuka e kemi një mega file të gjitha vlerjeve, shitjeve, kontrata të energjisë elektrike për vend edhe për furnitor që nga viti 2008 do jetë e qashme edhe për ju që një herë mirë ju ta sqaroni këtë dilemën e akuzave dhe propagandës opozitare që ne gjykojmë është për të mbuluar krimin qoftë përgjegjësinë e tyre të drejtë për drejtë në këto kontrata, po ashtu edhe për të mbuluar fajin politik për dëmin që ja kanë bërë qytetarët e Kosovës për shkak të një politike të gabuar të energjisë elektrike që nga viti 2006 e posaçërisht në vitin 2008 kur morën me vendim PDK-ja për privatizimin e Ketësit e posaçërisht pastaj nga viti 2018 kur projekti i tyre për privatizimin e furnitorit të energjisë elektrike dhe distributorit të energjisë elektrike mori jetë. Pikë e parë është akuza se me 28 nëntor Kosova po importon energji elektrike nga Serbia. Qytetarë nderuar të Kosovës, kjo është e pavërtetë. Në fakt që nga koha kur kemi ardhur ne e kaltërta këtu, e kaltërta nga 2008 deri nga te koha kur ne kemi ardhur në pushtet, është importi i energjisë elektrike nga Serbia. Po, Kosova ka dominu. Importi i energjisë elektrike nga Serbia ka qenë prevalent, furnitorët nga Serbia kanë qenë dominues në tregun e Kosovës deri në kohën kur ne kemi ardhur në pushtet. Padyshim, qoftë përmes kontratave të drejtë për drejta që i kanë nënshkruar aktorë kryesor të Kekut, edhe cilat i kanë këtu, edhe do ja japi juve, aktorë që sot dalin në intervista edhe akuzojnë për energji, i kanë kontratat që ata kanë pas përgjegjësi të drejtë për drejtë, këtu i kanë, dhe pastaj nga 2020 e këndej, fillimisht Slovenia dhe së fundmi, në 3-4 vitet e fundit, është Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut dhe Danimarka përbëjnë 94-95% të gjithë importit të energjisë elektrike. Pra, vendi ka po buron energjia elektrike, të cilën konsumatorët e Kosovës po e përdorin, është Republika e Shqipërisë, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Danimarka. Por ajo çfarë mund t'ju siguroj që Serbia është më pak se 1%. Importi i rrymës nga Serbia përbën më pak se 1%. Në fakt, kjo është në grafikon pjesëmarrja e secilit vend në importin e energjisë elektrike të Kosovës. Ne kemi vështruar edhe për nga sasia e shprehur në njësi në megawatt orë energji elektrike dhe është e njëjta gjë, qoftë në vlerë financiare, qoftë në njësi, importi i energjisë elektrike nga Serbia është irelevant. Andaj, pretendimet nga kolegët opozitarë që Kosova për 28 nëntor dhe gjatë vitit 2025 po importon energji nga Serbia është pjesë e një propagande të ndytë që ata kanë një që nga viti 2021 kur ne kemi ardhur në pushtet. Thonë drejtën, kur kemi dëgjuar se kemi ardhur në pushtet në vitin 2021 dhe kjo ka filluar me akuzë. Gjithmonë energjia. Mirë po, tek teoria e hetimit të krimit, kur një akuzues bën shumë akuza,
ta keni parasysh që ai po e projekton fajin e tyre. Dhe për ta konfirmuar këtë hipotezë, në fakt unë kam gjetur evidencë të pamohshme. Ajo do të jetë në disponim edhe të ju, që kontratat janë dy subjekte të rëndësishme që ja vlen të diskutohet edhe të vështrohet e të kulumtohet se kush i sotë në Kosovë. E para, ju keni dëgju për Nova Energy. Në fakt keni dëgju Hikmet Bajrami dhe përfaqësues tjerë të DDP-s, vazhdimisht në kuvend të akuzojnë një për ndonjë lidhje me Nova Energy. Më lejet të them, pa asnjë fije dyshimi, dhe e mirëpresin çfarë do hetimi që ka nga çdo institucion. Në fakt, i rekomandoj edhe prokurorisë speciale që të shkojnë deri në fund kësaj çështje se kush ishin aktërët që sollën Nova Energy në Kosovë. Asnjë zyrtar i lëvizjes vendosje, as nga qeveria, as nga kuvendi nuk ka lidhje me Nova Energy. Në fakt, unë i pash kontratët se kush e solli Nova në Kosovë. Nova në Kosovë ka ardhur fillimisht përmes Kostit. Kosti ka nënshkruar një kontratë për mbulimin e humbjeve në veri me Nova Energy. Këtë kontratë e kemi këtu. Në fakt të gjitha dhe jo shpalosi që të sqarohet kjo çështje. Nëse ka mundësi, pra këto janë kontratat e Nova. E para, kontrata është nënshkruar me 15 janar të vitit 2018 ndërmjet subjektit Nova Energy edhe Kadri Kadriu, i cili po përfaqësonte Kosin në atë. Pra, ardhja e Novas daton që nga viti 2017. E dyta, Nova Keku i shet të pricat e energjisë elektrike gjatë natës apo gjatë ditës. Dhe pastaj këto subjekte e riprocesojnë e shesin brenda apo jashtë vendit dhe një na interesoj se kush nënshkrujti kontratë me Nova. Dhe kontrata me Nova është nënshkruar me 9/5 të vitit 2019, ndërmjet Kekut edhe Nova, e përfaqësuar nga Gentian Skëndersula. Gentian Skëndersula i nënshkruar nga Niazi Façi si kryeshef ekzekutiv, për priorin e tij politike nuk ju flas. Po e dini kush është ai. Tjetra, kjo kontratë s'ka doj, u dashur të nënshkruaj edhe një kontratë tjetër. Me Nova dhe një kontrata e dytë është nënshkruar me 11 tetor të vitit 2021 nga Përparim Kabashi, duke ushtruar rolin e kryeshefit, kryeshefit ekzekutiv të Kekut. Në fakt kjo është kontrata, dhe kjo kontratë është nënshkruar 4 ditë para së ardhjes së Nagib Krasniqit në krye të Kekut. Përparim Kabashi është subjekt i cili ka shërbyer si antar bordi i ZRE-s, është mbështetës dhe ka qenë deleguar nga subjekti politik i DDP-ja, qoftë në bord të ZRE-s, ashtu edhe në Kek.